si dhe cila është rruga më e lehtë apo rruga më e sigurt që ne të kënaqemi me mirësitë, mëshirën, faljet dhe bekimet e këtij muaji që derdhen pa ndarë prej këtyre portave. Pejgamberi a.s. na ka lajmëruar që në fillimit të bekuar të muajit Ramazanit hapen portat e xheneteve. Nëse ne dëshirojmë që të hapen këto porta të mirësive, mëshirës, bekimeve dhe portat e xhenetit, ne paraprakisht duhet që të përmirësojmë dhe të rregullojmë e të fisnikrojmë qëllimet tona, njetin ton, zemrat tona, mendimet tona, nëse dëshirojmë që portat e xhenetit praktikisht të jenë të hapura për ne. Ato hapen, por kjo nuk i bie që secili nga ne ka mundësi me i prek dhe me u kënaq e me përfitu prej këtyre mirësive që janë pa llogari. Prandaj sinqeriteti, fisnikëria, qëllimi i pastërt dhe i lartë, të gjitha këto duhet t'i paraprin çdo gjëje para se ne ta fillojmë cilin do adhurim, duke filluar nga agjerimi i Ramazanit, duke filluar nga namazet obligative, duke filluar nga namazit teravive, duke filluar nga leximi i Kur'anit, duke filluar nga përmendja Allahut, lutjet që muaji Ramazanit është muaji i lutjeve të pranuara dhe gjitha adhurimeve të tjera. Prandaj ne pothuajse në çdo moment gjatë muajit të bekuar të Ramazanit e kemi në mendjen tonë faktin se që në natën e parë Allahu i hap portat e xheneteve, i mbyll dyert e xhenemit. Dhe kjo e vërtet e madhe dhe kjo dhurat po ashtu e madhe që Allahu fuqi plot për hir të muajit të bekuar të Ramazanit na ka bërë këtë dhurat, kjo neve duhet të na bën të vëmendshëm, duhet tërkohën ta kemi në mendje dhe në kujtesën tonë se portat e xheneteve janë të hapura. Si dhe cila është rruga më e lehtë apo rruga më e sigurt që ne të kënaqemi me mirësitë, mëshirën, faljet dhe bekimet e këtij muaji që derdhen pa ndarë prej këtyre portave. Prandaj dashuria për Allahun dhe për veprat e mira, sinqeriteti, qëllimi i pastërt, njeti me plot vëmendje e përkushtim, këto neve na mundsojnë që të gjitha këto t'i arrim me lejen e Allahut te baraka wa taala. Qofshim të mbuluar prej mëshirës dhe faljes së Allahut.